përfundimin e kuadrit sot edhe për formimin e qeverisë. Ne sot e kemi edhe vazhdimin e seancës, do të shohim se sa do të jetë në gjendje opozita të ndjek procedurën. Veteranët luftës ja urojmë detyron e deputetës se kemi një kërkesë si votues të secilit subjekt politik që bënë diçka ndrejtimin e gjykatës speciale për shkak se edhe Amerika po që atje po abuzohet në të drejtat e njerëzit për ushtrim të drejtat vazhdimisht. Ne kemi për obligim të mbrojmë interesat të secilit qytetar të Kosovës dhe konsiderojmë që edhe ata janë qytetar të Kosovës edhe duhet jeni në mbrojtje të vlera të shumë. A mund të ma jepni me vete? Faleminderit shumë. Pra nëse opozita është gati sot të mos bllokoj, vazhdojmë me procedurat e paraparë. Pa po marrëveshje me dikon. A keni po marrëveshje? Tani, ma do ta shihni sot, vendi është sot në kuvend. Ju pak minuta ndoshta do t'ju bie të prisni. Mirë, po e gjitha do të varet nga vullneti i opozitës. Presidenti atje ju tregoi që në sensin e gjykatës kushtetuese nuk bëhet seanca konstitutive për të bllokuar, po në sensin e zhbllokimit. Prandaj shohim sa sikur do jemi. Jemi shumë optimist edhe jemi shumë të gëzuar që sot vazhdojmë këtë seancë. Faleminderit.